Vasil Dede, pas marimit të shkollës për mësuesi, ka nisur punën në vendindjen e tij në Postenan të Kolonjës. Nevojat ekonomike i kanë detyruar të largohet nga Tirana, ku punoi si gazetar në gazetën Republika. Duke filluar nga vitet 1993 dhe në vazhdim emigroi në Greqi, ku provoi jetën e emigrantit në punë të ndryshme. Vasil Dede harxhoi shumë mund dhe djers për të mbijetuar me fëmijë dhe gruan e tij. Krijimtarinë e tij letrare ka nisur nga vitet 70 dhe në çdo rrethan ka shkruar poezi, duke shpjeguar me realizëm ngjarjet që kanë shoqëruar vendin dhe jetën e tij. Vasil Dede nuk ka harruar që shpesh herë të kthehet në Shqipëri dhe me vargje ka përshkruar hallet dhe dertet e emigrantit. Shumë poezi nga krijimtaria e tij janë dhimbje dhe mall, tek të cilat jepet realiteti i jetës shqiptarëve jashtë atë dheut, aq sa shpesh herë shprehet me nota pesimiste dhe udhëton pa shpresë. Një udhëtim i këndshëm në vendin tonë. Kemi 17 vjet Vasil Dede që rrugtoni në udhët e botës. Ç'mund ta thoni? E vërtet. 17 vjet që udhtoj mbi rrotat e botës. I qava portat e botës. Dhe bota më kafshoi si bushtër ku mundi. Mbas 17 vjetësh erdha në vendin tim. Në vendin tim portat i kam të hapura. Sepse njeriu i kësaj toke dihet janë portat e mia. Po portat kanë edhe kangjella, deriçka, dritare. Këto më tronditën dhe e ndjeva veten taksa të vështirë. Megjithatë, horizonti këtu është i madh dhe ka çdo intelektual ka, jo poeti, po çdo intelektual ka se çfarë të thotë e ka se çfarë të bëjë. Zoti Dede ka mendimin se nuk i përgjigje pyetjes parë. Kështu do të vazhdoni andej apo sa andej këndej, nuk e di, cilat janë dëshirat? Është e vështirë të jepet përgjigje kësaj pyetje. Se unë jam emigrant edhe këtu, edhe në vetë huaj. Dhe emigracioni sot është bërë shumë i vështirë. Ne emigrantët jemi humbusit më të mëdhenj. Ne kemi humbur edhe andej, edhe këtej. Andaj kemi humbur se inflacioni, papunësia, nuk ka fronte pune. Këtu është e njëjta pamje, e njëjta tablo, dhe mua më duket vetja emigrant edhe këtu në vendin tim. Dhe të humbësh edhe andej edhe këtej është një pozicion i vështirë për ne emigrantët. Po ne poetët jemi disi të veçantë, ne jemi idealistë. Neve na trondit shpirtin kjo botë e ethur për e disave për para, dhe ne e shikojmë botën, si gjithë poetët e botës, e shikojmë botën duke ardhur, duke me sytë tonë idealistë. Dhe kjo në ngushëllon, se po tjetë puna për padrejtësit që shikojmë e të gjitha, ne zjejmë si kazan. Dhe pozicioni tonë, me thënë të drejtën, është shumë i vështirë. Sepse humbëm një rasti konkret, edhe andej, edhe këtej. Zdi që të them. Ju keni ikur vitet e para, afërsisht, ose vitet e para të kthimit sistemit. Jo, unë i ka në 93-shin. Dhe i provova, në më thënë, isha gjatë kohës proceseve demokratike, edhe kam dhe fatin e mirë që kam qenë gazetar i një gazete opozitare e Republikës. Dhe në 93-shin, unë u detyrova, unë ika nga Tirana se duhet të iknje. Ashtu ishte gjendja, në atë kohë, shumë e vështirë, dhe unë mendonje për ardhmërinë e fëmijëve, dhe më vjen keq që mbas 17 vjetësh nuk ka lëvizur shumë ky vend, ku duhet të kishim shenja të një mirëqenie, të një lëvizje, të një. Dhe nuk e di me syrin e
e poetit nuk e shikoj me shumë optimizëm i jetën. Zoti Dede ju thot nuk ka lëvizur. Mos jeni pak i gabuar në lëvizjet, apo është një lëvizje kaotike që juve nuk ju pëlqen ritmi i qëndrueshëm i rritjes, sepse nuk ka mundësi. Është një gjë. Neve na mbyti hipokrizia. Nga që ne, jo vetëm ne poetët, që jemi njerëzit më të ndjeshëm, po gjithë intelektualët, edhe pse pjesa me madhe e heshtin janë të tulatur, nuk e thonë një të vërtet të madhe që e vërtet është. Ne duhet të ishim shumë herë më përpara. Ne çfarë shikojmë? Shikojmë vetëm njerëzit që kanë pushtet të ngrekosur, e fodullë, e mendje mëdhenj. Nuk shikojmë njerëzit e thjeshtë, të qetë, të qeshin. I keni vënë re në për mitingje, në për kështu, vetëm politikanët qeshin. Populli nuk qesh. Si mund të qeshë një njeri që nuk ka të hajë? Është pristen shirita inaugurimesh, bëhen, kjo është e gjitha një fasadë. Duhen thënë gjërat ashtu si që janë, sepse ne kjo mundësi, kjo mangësi para 20 vjetëve, që nuk i themi gjërat ashtu si që janë, kjo po na mundon dhe në vitet që vinë. Dhe në qoftë se ne nuk do arrimë të themi vetë vetën që ky jam unë, ky je ti, ky është Iksi, filani, nuk kemi thënë asnjë gjë. Mos e lushtrojmë realitetin, si dikur në diktaturë. Jemi vend evropian, jemi vendi më i mirë në botë. Vetëm ajo na ka ngelur të themi që edhim vallë edhe në gojën e ujkut. Do ta vazhdojmë këtë debat, zoti Vasil, përveç një teme shumë të madhe i kemi për të bashkë për të bërë. Po, është temë shumë e gjërë, shumë. Përveç këtyre problemeve që juve i kapët në vështrimin tuaj, që drejta juaj. Po. Por ne do të ndalemi përveç këtyre, do të ndalemi në krijimtarinë tuaj shumë të pasur. Po. Ja këto që thash, këto që thash kanë hyrë vrullshëm në krijimtarinë time. Zoti Dede, po i bën përshtypje juve në çik natyra, si do që jeni rritur këtu. Jeni rritur, keni kaluar, nuk e di, mbi 40 vjeç që keni larguar Shqipëria, jeni larguar. Jo. Ju bëjnë përshtypje bukurit tona. Këtu kam qenë më të shumtën e kohës. Bile 6 orë larg jam, nga fshati tim deri në Tiranë bën 7 orë, nga Arta ku jam unë deri në vendlindjen time bën 4 orë. Unë jam... Sa duket që në Trullin shqiptar dhe... Po, në Ambriqi, Arta shqiptare. Bile kam dhe një revistë franceze të 1878-ës, ku thotë Arta Albania. Unë kam fatin e mirë që jetoj në trojet tona aty, Arta, Preveza, Gumenica, dhe punoj me atët e emigrantit deri në filate, fshatat e Çamërisë, me gjithë shokët e tjerë, emigrantët e tjerë. Po mua më vjen keq për vendin tim, sepse këto bukurit të tilla, për shembull, pse duhet të liheshi në këtë gjendje të mjerueshme? Vjosa, shikoni Vjosa, e gjithë lumenjtë të tanë një potencial i madh, ku bota i ka shfrytëzuar më së miri. Kjo na dhëm neve emigrantëve, dhe kur vim këtu e ndjejmë dy fish atë dhimbjen, plagën e madhe, na therr në shpirt. Duhet të kishim lëvizur shumë herë më shumë. Me këtë kuptim e kam. Jeta në lëvizje është. Shikojmë se çfarë kemi lëvizur atëre. Atëre më çoni në det, Do të çojmë në det dhe punët e mira. Ashtu është. Mbi rotat e botës udhëtoj. Shtimonier kam zdi. Them shpesh, të roj apo mos roj, por roj dhe bëj çudi. Dhe vetën shosi në pasqyrë, tek plakem pak nga pak. Shoh në çdo rrudhë në fytyrë, një udhë, një merak. Dhe rend me vrap, drejt botës keqe udhë kryqesh, trak truk, si kalë plak.
në dhe të huaj, mbjell pemë, i ris dhe i krasit, po thellë në shpirt thellë vuaj, sinqerisht. Përse të mos mbjell, krasit atje, ku nëna dhe baba për gjithmonë fle. Bëm një rrugë të shkurtër, një rrugë të posaçtruar, ku vazhdojmë punimet. Kemi përpara Nartën, Zvërnecin, Karaburunin, Sazanin, dhe Bregdet ka i të bukur. Kemi i bujqësi, që dal nga dal po sistemohet. Që është atë dheu për juve, Vasil? Për fytyrimin tim atë dheu është vetvetja. Dhe të mohosh vetveten, do të thotë ti jesh hipokrit i madh. Për atë dheun tonë ne flasim. Dhe me të drejtë. Ngremë këto që thatë ju bukuritë, natyrën e bukur, vreshtat, lumenjtët, detet. Po njeriu, çdo njeri i kësaj bote ka atë dheun e vetë, që është shkruar me gërma kapitale. Ja për shembull, unë jetoj gati 20 vjet, edhe pse vi në atë dheun tim, vatrën, familjarët, niprit, mbesat i kam në arta të Greqisë. Aty janë me shtëpi, me punë, kanë lindur fëmijë, kam 3 fëmijë, ata kanë lindur, janë një familje madhe. Për ata, atë dheu, për mendimin tim, është vëndi ku ke prehje dhe qetësi. Dhe iku ai konceptimi dikurshëm që duhet të them pa tjetër këtu ku jetoj, edhe pse nuk i kam mundësit të gjitha, nuk kam as punë, as shtëpi, as prona, një njeri atje ku ke prehje, ku ke qetësi, atje ke dhe atë dhe. Ku ka tokë, ka atë dhe. Kjo nuk ka të bëjë me nostalgjinë. Ose pak kozmopolit në këto gjykim? Jo, kjo është e keqja që nuk e kuptojnë njerëzit. Është ndryshe nostalgjia. Unë për shembull për Postenanin, për vendlinjen time kam një mall të paparë. Dhe bile arrit deri atje sa them që sa keq që nuk shoh hënën për mi Postenan. Po ajo hëna është edhe në Egje, ku kam 20 vjet që ri. Ajo hëna është në gjithë rruzullin. E njëjta hënë është. Po, është ndryshe nostalgjia, edhe ndryshe e të konceptuarit të qenit në një vend, dhe qetësia, prehja që ke në atë vend. Bile unë në mënyrë figurative e kam shprehur në 4 vargje, konceptimin tim për atë dheun. Dhe ëngjël dhe djallë, sot më thyen prinjët, nesër më ringjallë. E kam një Postenan, kam një shtëpizë, një dritare, kam një përrua, kam një manë, një kishë e plot vare. Aty fle nëna, baba fle fisi im i vjetër, 2 metro vënd i kam atje, e ç'të kem tjetër. Rilindasit tanë, që nga Naimi i Madh, që e
e përkëdhelen fjalën e bukur shqipe, na e bën të bukur, që dhe atje ku jemi, nga do që shkojmë, nga do që rendim në përbotë, themi fjalët e tyre, është kontributi i tyre më i madh. Por ama, në kuptimin e bisedës që bëj unë, në infrashëri ishte i mërguar në dhe të huaj, Qajupi, Azdreni, Derada, të gjithë, dhe kishin një mall të papërshkruar. Ne të gjithë këtu jemi emigrantë. Unë për shembull, për 3 orë, 4 orë vi nga dhe i huaj, vi në dheun tim në qoftë se quajmë kështu. Në Arta. Për mua nuk është më tani ai kurbet i Naimit dhe i Qajupit në ditët tona. Është një kurbet tjetër, ku burra, gra, fëmijë të gjithë shkojnë, hapja e vizave, domethënë u hap jeta. E megjithatë, kurbeti ka një emërus të përbashkët. Kurbet ka gjithë bota ka kurbet. Në mes ujve, mes qelbërimit të përjetshëm, më kujtuan 4 vargje. E plakët kohën, e bëtët të bardhë, përjetësisht vetët 20 vjeçare. E regjethit nise hapet si një hapje fustanele. Unë eth një tokë qapet, tokën vaj për brënda themë. Nata është kaqe ngrohtë, unë e nata veshe sy. Erdha unë të kjo botë të bëj të bukur ty. E ku gjenë të tillë natë, ku çdo gjeth merr zë, merr jetë, ku dhe zëmbra i me zjartë, merr e jep nga këto fletë. Këm gjithë udhëtim dhe shumë gjëra janë thënë nga krijimtaria juaj. Po çdo të thoshit më tej për krijimtarinë. Natyrisht që siç është jeta shumë e gjerë, edhe krijimtaria është e gjerë. Po sot ndihem me të vërtetë i privilegjuar, pasi jam në fshatin, në zonën e Zvërnecit të Vlorës, mbasi kaluam dhe Nartën, dhe me të vërtetë ndjej veten të privilegjuar. Në këtë lokal kaq luksose të bukur, me një emër signifikativ, natyra, me të vërtetë që ndihemi të gëzuar dhe të lumtur. Dhe më ka bërë një gjë përshtypje në këtë trevë, në këtë zonë që kemi kaluar, që po ndjej një pregatitje, një punë të mirë që po bëhet në këtë sezon turistik, ku Shqipëria do mirëpresë si gjithmonë turistët, dhe që është një ndër gjërat më kryesore. Dhe pse të mos jetë, neve jemi këtu mes perlave, mes gjërave që nuk i kanë dhe të tjerë ndoshta. Kur kalova në Nartë, që ndaluam aty te ato hotelet luksoze dhe ato restorantet e bukura, nga vetë fjala që kam 17 vjet në Arta, mu duk vetja Narta, Arta. Kaq punë të mira kanë bërë, siç kanë bërë grekrit, e lashtë e grekrit sot në mobilizimin e tyre në mjediset përpara restoranteve. Një gjë e mirë dhe më bëri, është një sinjal jashtëzakonisht i mirë për të ndjellë, për të afruar
turistët, sepse ne vërtet jemi një vend mesdhetar, një vend i bukur, një vend piktoresk, një vend turistik që do të kënaqim njerëzit e tjerë të vinë këtu te ne. Lokali i Zvërnecit, ku jemi këtu tani, dhe gjithë kjo zonë është një perlë, një mrekulli e paparë. Atëherë të mos harrojmë pyetjen zoti Dede. Lidhur me krijimtarinë tuaj, që do të thoshit më shumë. Po. Krijimtaria ime ka filluar që i vogël, që në moshën 7-8 vjeç, atë në atë fshatin tim rrëzë një mali, aty janë dhe vjeshat e para. Dhe kur nuk harrohet vendlindja, që vendlindja më lidhi me botën. Dhe mos e zgjat shumë, kam shkruar gjithë ato libra që nga 1974 e deri në vitin 2007 ku përfundova librin e fundit. Po krijimtaria është pafund. Krijimtaria është gjithmonë asimilim i çdo gjëje që shikon, i çdo gjëje që vrojton poeti. Puna e poetit është shumë e vështirë, shumë e lodhshme, sepse duhet ta japësh atë që ke ndërmend në mënyrë të konceptuar, në mënyrë të thjeshtë, të sintetizuar. Nuk do publiku llafe të tepërta, fjalë të tepërta. Unë jam munduar që në krijimtarinë time të kem një farë lakonizmi, të mos shpërndahem, të mos allakatem. Sa ja kam arritur këtë e di lexuesi, nuk mund të them unë. Po kam shkruar disa libra që mundet i përmend. Në 74 në Lule mi burime, mikpritje, mbi rotat e botës udhtoj, nuk fryn mere gjethit, romanin Historia e një embri, Gratët tona në Athinë, Krokodili dhe Zogu. Dhe me gjuhën e titujve të librave të mi, mund të thosha që Vasil Dede, Historia e një embri, që mbi rotat e botës udhtoj një jetë. Në një çast dëshpërimi shpërtheu dhe tha: tani, në postenanin tim, nuk fryn mere gjethit, s'ka lule mi burime. Tani e bën ligjin Krokodili dhe Zogu i uritur përfundon në gojën e tij. Zoti Dede, po të ndërpres, më falë. Në temat që trajtoni më shumë juve, dukeni paksa exigjent, ju bëjnë përshtypje gjërat. Ju bën përshtypje, ju jeni poet edhe i natyrës, po edhe i problematikës. Pra ju kërkoni shumë të bëhen. Nga se ka ardhur kjo? Që sa ju pushton natyra, aq e bukur, një qetësi, një përgëdhelje që i bën ju natyrës. Ju përgëdhel aq shumë. Ka dhe motive të tjera, qoftë motive të natyrës, motive të dashurisë, motive të adet dashurisë me radhë të tjera. Po mbizotëron tema e mërgimit, sepse krijuesi, poeti në rastin konkret, duhet të shkruaj për ato tema që nje, ndryshe e ka të humbur atë davanë. Dhe ato që njo duhet i përgjithsoj, t'i shprehë në mënyrë sintetike, t'i shprehë në mënyrë të qartë, mos e hallakat lexuesin, po çdo lexues që i lexon të shikoj aty vetveten. Domethënë dhimbja njerëzore të bëhet dhimbje e përgjithshme të tjerëve. Mos jetë një poezi e ngurtë, e mbyllur në vetvete, po poezia të jetë e hapur, sepse njerëzit, shoqëria, njerëzit tek e fundit nuk janë njerëz të shpifur, njerëzit janë ata, lindin, dashurojnë, dhe këtë duhet kapë edhe poezia. Po poeti duhet jetë i sinqertë në ato që shkruan. Një poet që nuk është i sinqertë, është gënjeshtar, detyrimisht dhe poezia e tij nuk të tingëllojë natyrshme. Ai do të prek ato tema të jetës që i shikon me sytë e vet, që i prek me dorën e vet, sepse poeti është dy kategori. Është poet që e duan dhe poet që nuk e duan. Ata që e duan basi ai u zbulon, atë u çliron ndjenjën e lirisë dhe njerëzit kënaqen, shikojnë vetveten në vargjet e tij. Ndërsa ata që nuk e duan, ata u zbulon tiraninë ose u akufizon tiraninë njerëzve. Dhe ata nënkuptohet që nuk duan, bile poeti edhe në rrethin e familjes mund të mos jetë i dëshirueshëm disa çaste sepse zbulon. Poeti me një fjalë është i sinqert, ai vërteti është i sinqert, ai shkruan për ato tema ashtu siç i kupton ai. Prandaj po ta vëshren, qoftë në
intervista që bëhet me poetët, qoftë në biseda, në poetët e vërtetë, që nuk janë të influencuar nga ideologjitë. Ata janë të qilte dhe i thonë gjërat ashtu si që mendojnë. Ju keni një varg të lexueshëm, një varg të shkurtër, siç e gjykoj unë, si jam poet as shkrimtar, po një varg të lexueshëm që tingëllon fort tek lexuesi. Lidhur me gjinit, çfarë keni zgjedhur për të... Unë më prek çdo gjë. Edhe tani në këtë udhëtimi që bën. Më bën përshtypje edhe një tufë zogj që fluturojnë. Më bën përshtypje jo vetëm një tufë zogj, po edhe një zog i vetmuar atje në një qerdhe. Dhe duke kaluar aty tek rruga, pash një zog që po rrinte aty në atë qerdhen e vet dhe gjithë në ndërime po rrinte. Mi po pash rretherotut që e ngacmonin dhe ai nuk ishte i qetë. Nuk e di çfarë ishin, korba, sorra. Edhe më lindën 4 vargje aty në makinën duke udhëtuar i bëra. Zogjt rrinin në përqerdhe mes botës së ndërimit. Gjarë përrinte që nga gerdhet ua përlajnë gjithë ushqimin. Po. Zoti, çfarë keni ndërmend të bëni në të ardhmen? Ambicjet e krijuesit janë të mëdha. Unë në këtë fazë që jam, mendoj të po përmbledh gjithë krijimtarinë time 40 vjeçare. Dhe po të gjithë ato natyrisht nuk janë çdo gjë. Që nga 74 deri tani, unë po i mbledh me kujdes dhe them të bëj një antologji të zgjedhur me një titull signifikativ, I humba bilbilet. Që do të thotë? Që do të thotë gjithë kjo botë, ne kemi marrë rrugët. Kemi marrë rrugët e mërglimit. Tani nuk po marrim vesh. Unë nuk direkt kam hapur me një motiv të një këngë të vjetre, andaj nga zona e Shqerisë, zona e Përmetit, që jam unë. Dhe kur them, thot kënga e vjetre e bukur, e kënduar dhe nga indjeri Mentor Xhemali, më humbën aty në një plaj, diçka të tillë, më ran ato zinxhirët, I thot ajo vajza e re, edhe unë duke marrë shkas nga kjo perle bukur e jugut e Përmetit, unë aludoj, bëj se poeti përgjithson gjithmonë, nuk I kam ata bilbilet që kisha dikur, I kam humbur, nuk e di ku janë disa shokët e mi, dikush nuk e di ku dergjen, dikush në Amerikë, dikush në Gjermani, dikush në një ras vari, dikush, dhe është bota e çuditshme. Dhe ëndroj, si dikur I ri, ti shoh këta bilbil prapë, po me siguri do vijë një ditë do të shoh. Do të thotë që jetoni pak pa shpresë? Jo, poeti është gjithmonë në kërkim të një diçkaje. Nuk është puna e shpresës. Poeti vetëm kërkon. Po ta kesh vënë re në njëherë krijuesi, poeti, sidomos poeti, është gjithmonë rebel. Nuk I pëlqejnë gjërat kollaj. Nuk mund të shtiret. Nuk mund të shtiret. Poeti s'shtiret kur. Një militant, një njeri zakonshëm, edhe mund të shtiret. Po neve të humbur jemi, se ne në kuptimin e mirë jemi të humbur, se ne jemi shumë të pasur. Le I thash një ditë, unë kam shumë lek, I thash. Ai u çudit, se ai mundjen te paraja e kishte. Po sa ke tha? Kam shumë, I thash, nuk numërohen dot. Një miku tim. Ai e hëngri. Unë I thash, kam kaq shumë lek sa ti nuk e di dot. Ai po çuditë edhe thoshte, ku mund I ketë ky njeri lekët? Se para një muaji unë aty I kërkova 500 euro për të paguar qiram. I thash, kam shumë lek, I thash, po nuk I kam treguar. Dhe mund të kesh ti, tha, me këtë natyrë të eshtur. Edhe kur I thash pasaj që kisha një 10 libra që I kishe bërë, si punë ditari, shkruar që për para 20 vjetëve, që bëj një mal I madh, këto janë para, I thash unë. Ai u çuditë, s'mori vesh gjë se mund para mund të ishin ato. Për mua ato ishin florinj. Atëre, le të mbetemi në fund të kësaj bisede, shumë të këndshme me juve, zoti Dede. Cila është jeta juaj familjare? Ju kemi parë me një grua relativisht e re, më të Po. Ju kemi parë shpeshherë ajo këndon, një zë I bukur. Po. Mund gjithë këngët, edhe në Fier, edhe në vende të tjera. Si është jeta juaj familjare? Po, është një privilegj dhe ajo se mimozën unë e kam marrë që vajzë të re dhe ka lindur fëmijën që vajzë e re. Mimoza tani me mua, mbas 30 vjetëve është bërë shoqe. Me mimozën, unë kur mërzitem, zëre si kur ju, ose dikush tjetër të ketë nevojë në një shoku që t'i hap një muhabet.
Nuk kuptohet që ajo është dhe nënë, se kemi 3 fëmijë, 3 yje, po përveç misionit të nënës që ka, unë atë e respektoj dhe si shoqe. Pastaj nga ana tjetër na lidh dhe puna. Mos a këndon. Unë i bëj fjalët, ajo tingujt. Dhe shëtisim në përgjithë vendet. Kemi krijuar një grup artistik. Kemi edhe një titull të bukur Jehona. Edhe ai çuni që është me organo punon në zonën tonë andaj në Greqi. Edhe shëtisim në për koncerte, japim në për dasma, në për ku na kërkojnë. Bile është një gjë e bukur që në zonën e Çamërisë ku ne jetojmë, janë të lidhur tani me urrat e miqësisë midis çamërve që janë këtu dhe na bëjnë oferta dhe kohët e fundit kemi ardhur këtu edhe në për dasma çame. Ata të Greqisë kërkojnë nëpërmjet këtyre dhe na duket vetja si një urë miqësie që lidhen minoritetet. Fro pak kështu Po mirë, të nxjerrë ende, të lutem afro. Do të jesh më do të jesh bukur, do të jesh. Po. S'kam qefun tani. Çfarë do të veçonit nga këngët e Mozës edhe nga vargjet që keni thurur juve? 1 ose 2. Po. Për shikuesit. Unë do thoshja që më kuptim plot e ishte do jetë klipi kënga Karrocieri Fukara. Karrocieri Fukara. Kapetano sa pohuan nga për vite, moshur plot me plagë dhimje në Ramazan. Kapetano botës plot shtëpi ngrite, sa krenaraq Fukara. Kapetano Arbaniti, Karrocieri Fukara, gjithë botën e tronditi, rend karroca rend hyha. Gjithë botën e tronditi, rend karroca rend hyha. Kapetano Arbaniti, Karrocieri Fukara. Karroce jetësime, tingëllina për e e, në një kjellë me hyjtë ngrirë, rend karroca rend hyha, shkumë më zonë dhe kalimirë, Karrocieri Fukara. Kapetano sa pohuan nga për vite, bushur plot me plagë dhimje të më dha. Kapetano botës plot shtëpi ngrite, sa krenaraq Fukara. Kapetano Arbaniti, Karrocieri Fukara, gjithë botën e tronditi, rend karroca rend hyha. Gjithë botën e tronditi, rend karroca rend hyha. Kapetano Arbaniti, Karrocieri Fukara. Ajo ka vite që është shkruar, është bërë dhe kemi filmuar në Pire dhe në Tiranë, në liqeni artificial. Aty është një këngë arvanitase e vjetër, që dikur e kanë kënduar arvanitasit në Greqi, tani nuk e di që për arsye, nuk e këndojnë më shpesh, po unë e zbulova, mora melodinë dhe i bëra vargjet e mia. Në vargjet e këngës theksohet ideja
që këta emigrantë, ne, që i dhamë botës, qytetërimin, lirinë, i dhamë shtëpinë, ngelen për vete pa liri dhe pa shtëpi. Dhe fillon me vargjet që rent karoca ime, tej për tej botës pa fre, kjo karoca jetës ime hingëllin në për e gje. Ky karocieri fukara është krenar për atë punë që bën. Dhe rend në për botë për të siguruar një jetë. Po jepet ideja që thash pak më përpara, sa mirë do ishte që ky emigrant, ky njeri i vuajtur, ta ndërtonte jetën e vetë në vend të vetë. Dhe e krijuar prej shumë kohësh, por në vargjet origjinale, ajo ka edhe vargjet të tilla që të vërteta, të shkruar para 50 vjetësh, që karoca që rend, ecën drejt Pireut dhe i thot në vargjet e këngës, ecën drejt Pireut, drejt shtëpisë tënde. Domethënë që ishujt e Greqisë, dikur, tradicionalisht, kanë qenë të populluar dhe janë nga arvanitasit. Tani ata nuk e japin sepse zbulojnë një të vërtet. Unë e mora këtu këngë dhe bëra sepse kënga jonë është tek e fundit. Atë le të dëgjoj mozën dhe ta mbyllim këtë bisedë shumë të këndshme me juve zoti Dede, këtu në hapësirat e Zhvërnecit të komunës Qendër, me këto bukuri, e në të lokal pra të bukur të Filipit, do të thotë, që na pritet sot bava këtë drejt. Shumë drejt. Faleminderit dhe gjithë mirë. Edhe unë faleminderit.